Aty jo, unë se kam përvu në herë. Ja, këtu, vetëm këtu. Asë kam men me. Një fije sekondi ma ka ndarë vendimarjen për të bërë Shqiponjë me 2 koka tatuazh kurriz. Si dim për tja, se kisha dhe do bëj tatuazh Shqiponjë. Isha fiksuar dhe pastaj Mëse se kuptojmë, ne nuk e kuptojmë. Kur i pa, kur e shef, kur je, përjeton. Për këta, kur ka qenë vini, ka qenë 2000 në Burës, kisha as Më internet, më keq, edhe më keq. Tash paktin e prekit që në përgjithësi të rritet, të amplifikohet ajo ndjenja e mallit për. Bësh agresiv kur ta shajmë. Bësh. Se identifikohesh. Edhe në 7 në orë 8 mjesit ndoshta, erdhën na shoqëruan, na priti grup. Faktikisht 8 mjes nga fillimi unë bëra një punë të mirë, po themi. Sepse kush shkrute në përfaqet në rrjetet tona sociale, kush shkrute që kur do vini, kur do ashu, i thosha më çon numrin e telefonit dhe po të fus në grup. Dhe krijova një grup tifozësh. Do di 3 ditë para se ne të shkoheshim në Gjermani, aty ka i grupi ishin bëj 100 veta. Okej. Dhe unë prap sado që aty 100 veta nuk janë pak. Unë prap s'po e konceptoj do të çapo nothe. Ato kishin fol me njëri që lidh me njëri tjetrin, dolën na pritën në aeroport. Shumë herë 10. Na po, tamam shumë herë 10. Dolën na pritën në aeroport, na shoqëruan, na çon ke hoteli, okay, në rregull. Bim me fletë ditën e parë, çojmë të nesër mëngjes, ku shoh nesër mëngjes një flamur gjigant ke përballë me hotelin, shumë njerëz aty tash e priti herë. Çaponov, kupton, çaponov. Okej, në rregull, unë isha përgatitur, kisha marrë një 30-40 qeleshe. Për më avon çuna me kokë ke pjesa himit. Thash, okej, këtu duhet më shpërndatash, s'kemi çfarë më bëj, kupton? Flamura kështu, kur kemi hyrë në stadium pastaj ka qenë surpriza më e madhe.